Problemi më i madh i kësaj shoqërie është edhe e shkuara. Në dianin time, i vetmi që ka kërkuar falje për publike për faktin e të qenurit pjesë të atij regjimi, dhe pse është apo s'është e përfshirë mund ma gjykoni ju më mirë personazhin që do them, unë kam lexuar vetëm nga djali Mehmet Shehut në librin e tij. Mos gaboj, është Vjeshta e Ankthit. Duke lexuar librin, duke rikthyer më pas edhe historitë e tjera, dhe mund të dalë në gjykimin që ishte një njeriu me të cilën kur s'kisha pse t'i kërkoja një falje. Në këtë, sepse paktën ajo sa unë kam lexuar në jetën e tij nuk është se ishte një person i përfshirë drejt për së drejti në gjithë atë masakër që ka ndodhur në këtë vend, masakër njerëzore. Parma ai ka marrë guximin për të kërkuar në emër të babait vet. Në emër të vetes, që ishte pjesë, që nuk ishte folur, paktën këtë thot në libër, po ta lexoni librin në parathënien e tij, por edhe të atij regjimit. Unë nuk kam lexuar njëri tjetër, domethënë askush nga 90-ta dhe deri më sot. As kur isha fëmijë, por edhe kur u përfshiva në gazetari të them një personazh që të ketë kërkuar falje.